Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 16 janarit dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 16 janari është dita e 16 e kalendarit gregorian. Ngjarje 1547. Ivani IV kurorëzohet cari i Rusisë. 1556. Filipi II kurorëzohet mbreti i Spanjës. 1777. Vermonti shkëputet nga New Yorku. 1936. Në New York ekzekutohet me karrike elektrike vrasësi serial Albert Fish. 1945. Adolf Hitler kaloi në bunkerin e tij nën toksor të ashtu quajtur Fuhrenbunker. 1956. Presidenti e Egjitas Gamal Abdel Nasser pretendon të çlirojë Palestinën nga hebrejt. 1969. Studenti çek Jean Palash vetflijohet në Prag në protestë kundër okupimit sovjetik. 1970. Buckminster Fuller fiton medaljonin e artë nga Instituti Amerikan i Arkitekturës. 1991. SBA dhe aleatët e saj filluan luftën e gjirit me sulme masive ajrore ndaj objekteve ushtarake dhe industriale në Irak dhe Kuvajt në ora 19 pas skatimit të ultimatumit nga OKB-ja. 2001. Presidenti Laurent Desire Kabila u vra nga një nga trupërorët e tij. 2011. Ilir Meta, lideri i partisë LSI, shpallet i pafajshëm nga gjykata e lartë për akuzat e korrupsionit aktiv gjatë periudhës kur ishte zëvendës kryeministër. Lindje 1844. Lindi Ismail Qemali, themeluesi i shtetit të pavarur shqiptar. 1931. Lindi Johannes Rau, politikan gjerman. 1959. Lindi Sade Adu, këngëtare nigerio-britanike. 1928. Lindi Skënder Gjiku, agronom shqiptar. 1929. Lindi Yashar Rexhepagić, shkrimtar shqiptar. 1961. Lindi Hajrudin Hari Hareshanović, kantautor bosnjak i muzikës argëtuese. 1962. Lindi Paul Webb, muzikant anglez. 1963. Lindi James May, gazetar dhe prezantues anglez. 1974. Lindi Kate Moss, supermodele dhe stoliste angleze. 1980. Lindi Sodeu Keita, futbollist nga Mali. Vdekje 1962. Vdiq Ivan Meshtrović, skulptor dhe arkitekt kroat. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Ismail Qemal Bey Vlorës, i cili ka qenë themeluesi i shtetit shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Ismail Qemal Bey Vlora, i njohur thjesht si Ismail Qemali, ka qenë në punës dhe deputeti i Perandorisë Osmane, botues, veprimtar i çështjes kombëtare dhe themeluesi i shtetit shqiptar. Ismail Qemali mban titullin Hero i Kombit Shqiptar dhe ishte autori kryesor i Deklaratës së Pavarësisë dhe më pas shërbeuesi kryeministër i parë dhe ministër i jashtëm i qeverisë së përkohshme të Shqipërisë nga 1912 deri në 1914. Vinte nga familjet më të hershme dhe oxhaqeve bejlere, por degëzimi i tij nuk që aq i kamur që nga kryengritjet e Tanzimatit kur përfshihej ati, i përkrahur nga farefisi i tij, u shkollua dhe nisi karrierën si në punën civil i Perandorisë, pasi u mor në patronazh nga sadrezemi i ardhshëm Mithat Pasha. Fitoi përvojë në nivelet më të larta të administratës shtetërore osmane, nga zbatimi në terren i Tanzimatit e deri duke kontribuar në hartimin e kushtetutës osmane, duke parë ngërçet e vazhdueshme dhe duke u ndier veten të rrezikuar nga bindjet e veta, iku në Syrgjyn. U kthye pas revolucionit
të 1908-s, kur nisi periudha e dytë kushtetuese e perandorisë dhe u zgjodh deputet. Shumë shpejt vëreti rritjen e tensioneve nga Xhon Turqit dhe kundërshtoi fushatat qendërmore ndaj vilajeteve shqiptare. Bashkëpunoi për kryengritjen përfundimtare të vitit 1912 në ujdi me kolegët shqiptar. Në parlament pa dallim partie që çoi në njohjen e vilajetit shqiptar. Me fillimin e luftës së parë ballkanike, u nis nga Stambolli drejt Vjenës për të kërkuar garanci për pavarësimin e Shqipërisë. I tërhequr nga jeta politike në 1917, i kumtoi kujtimet e tij gazetarit britanik Somerville Story, të cilat u botuan në 1920 për herë të parë në Londër me titullin The Memories of Ismail Kemal Bey. Në 1864 u martua me një vejush nga Konica, e cila vdiq pasi lindi një vajzë në vitin e parë të jetës bashkëortore. Vejusha quhej Nasibe Hanëmi dhe ishte kushërir jo e afërt e Vlorajve. 19 vjeçe kur u martua me Ismail Beun. Më 1867, duke qenë në punë në Rusçuk, u dashurua e rrëmbeu dhe u martua me gruan e dytë, Kleonqinin e Anton Sumeliut, fisnik grek i Dernes, me të cilën pati 4 vajza dhe 6 të djem, me vedeten 1873, 1954, Alien 1955 dhe Ylvien 1934, një vajzë vdiq pak pas lindjes, Mahmud Beun 1871, 1920, Tahir Beun 1875, 1932, Ethem Beun 1885, 1937, Gjevdet Beun 1888, 1910, Qazim Beun 1893, 1953 dhe Qamil Beun 1895, 1950. Kleoniqi vdiq në Spanjë më 1918, ku dhe i prehen eshtrat. Ndroi jetë në Perugia, ku ndodhej i ftuar nga qeveria italiane për të arritur një bashkëpunim mbi të ardhmen e Shqipërisë, i shoqëruar nga 3 djemtë e tij, Ethemi, Qazimi dhe Qamili, dhe nga përfaqësues të Ministrisë së Jashtme italiane. Më 8 shkurt 1919, trupi i Ismail Qemalit u dërgua me tren në Brindisi, nga ku në bordin e Torpedienes Alpino u shoqërua në Vlorë. Më 12 shkurt, në një ceremoni madhështore, trupi i tij i vendosur mbi shtratin e topit dhe i mbështjell me flamurin kombëtar, u shoqërua në Kanin, ku varros në oborrin e Teqes, në varrezet e familjes Vlora. Nëse masi madhështinë e një personaliteti politik me dashurinë e popullit të thjeshtë shkruante në kujtime familjare, Safa Vlora, duhet të pohojmë se asnjë nuk e afrohet Ismail Qemal Vlorës. Në ceremoninë e përmosshme, as fshatar, as qytetar nuk qëndrojnë në shtëpi, tër faqet e maleve dhe brigjeve që qëndronin gjatë udhëtimit ishin mbushur me njerëz. Ishte një apotezë madhështore e të gjithë popullit, pa dallim, dhe një kuror që ai e fitoi me punën e tij të madhe në shërbim të vendit të tij, derisa dha frymën e fundit. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për keqapin. A e dini se si është krijuar keqapi? Historia se si ajo salcë kuqe me bazë domati e bërë nga një kompani në Pittsburgh përfundoi në frigoriferin tuaj, në fakt fillon me një salcë peshku në kin. Sipas History Channel, një salcë peshku e preparuar si ketchup ose ketchup në dialektin lokal kinezikor ka të ngjarë të shërbejë si piknisje për udhëtimin e gjatë dhe gjarpërues të ketchupit në formën e tij të tanishme. Megjithatë, mosha e saktë e tij është e vështirë të përcaktohet, por disa studiues të ushqimit argumentojnë se disa versione të këtij lloji të salcës së peshkut mund të jenë më shumë se 2000 vjeçare. Salca që shërbeu si piknisje për keqapin modern ishte efektivisht një pastë fermentuar e përftuar nga të brendshmet e peshkut dhe kokrat e sojës, të lavdëruara për ashpërsinë veçanërisht të fortë dhe aftësinë për të mbajtur gjatë një udhëtimi të ndetë. Ishte pikërisht ajo cilësi e fundit përveçjes së saj të kënaqshme të kripur që e bëri erëzën një produkt tërheqës për marinarët britanik për gjatë rrugëve tregtare në Azinë Juglindore. Deri në vitin 1700 kjo pastë peshku e fermentuar kishte fituar mjaft prej tyre saqë ata u përpoqën ta kthenin atë në shtëpi në Angli. Në një pamje paraprake të asaj që u vinte, receta u bastardua shpejt, gjë që mendoi se do të ndodhë kur të merrte një eroz në gjysmë të rrugës nëpër botë në fillim të shekullit të 18. Një recetë bashkëkohore e vitit 1736 kërkonte riprodhimin e erëzave duke zgjerë 2 litra bjur të fortë, bajate dhe gjysmë kila çuke, e cila më pas lihet për tu fermentuar.
Fatmirësisht receta e keçapit ka evoluar nga përzierja e birrës ndenjur me atshuge, por jo pa një rrugë rrethore në formën e saj aktuale. Keçapi ishte përhapur në Angli dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në shekullin e 19, por nuk kishte shumë konsensus se si duhet të bëhej. Si rezultat, kuzhinierët munden dhe padyshim që bën mendimin e tyre për keçapin që rrjedh nga të gjitha llojet e përbërësve të vështirë të lidhin me artikuj të ushqimit të shpejtë dhe produktet kryesore të oborrit të shtëpisë që i lyhen me keçap sot. Po flasim për keçapin goxhe, keçapi me arra, keçapi me limon. Madje edhe me pjeshk dhe kumbulla shërbyen si bazë për një keçap. Autori e përkrenarisë dhe parashikimeve Jane Austen ndiej se ishte veçanërisht e dashur për një recetë të caktuar të keçapit, këtë radhë me kërpudha. Derisa këto keçape që ziheshin me një lloj shurupi dhe kërposeshin dhe liheshin të fermentoheshin, zakonisht kishin diçka të përbashkët, një aromë intensive të kripur dhe pikante. Mund të ketë qenë paksa intensive në shije, por gjatësia e tij përpara se të prishej sigurisht ndihmoi në adaptimin e tij. Pasi të lexoni listën e formave të tjera të keçapit, me siguri do të pyesni veten se pse domatja nuk ishte në përzierje. Siç rezulton, anglezët e konsideruan domaten si helmuese për disa kohë pas importimit të tyre fillestar në vend në vitet 1500, me bimë që u transferuan në kopsht dhe jo në kuzhinë. Kjo mund të ketë të bëjë me aciditetin e domates që ngatrohet me pllakat e kallarit me plumb në një mënyrë që shkaktoi helmimin nga plumbi. Ishte një amerikan i quajtur James Smith, i cili vlerësohet të provojë keçapin e parë me bazë domate në vitin 1812. Sigurisht ai u referua domateve si molla e dashurisë, duke pasur parasysh vetitë e saj të supozuara afrodiazike. Receta e Miz ishte gjithashtu e dukshme për faktin se ajo përfshinte alkool, i cili ndonse tronditës për standardet e sotme kishte pak precedent historik, bazuar në mënyrën se si britanikët po bënin keçapin as 100 vite më parë. Me kalimin e shekullit të 18, keçapi me domate gradualisht u bë i njohur me keçapet e para të shisheve të shitura rreth 25 vite pas zbulimit të Miz. Çështja e vetme është se si të ruhet produkti duke pasur parasysh sezonin relativisht të shkurtër të rritjes së domateve. Kjo shpesh nuk kuptonte futin e të gjitha llojeve të konservuesve artificial skis në mënyrë që të kompensojë fakti që disa nga domatet në përdorim ishin të hedhura muajsh. Kjo përfshinte gjëra të tilla si benzoat natriumi si dhe katranin e qymyrit për t'i mbajtur gjërat të duken më të ndritshme dhe më të freskëta kur nuk ishte asgjë tjetër veçse. Midis rrezikut të prishjes dhe aditive të ndryshëm, konsumatorët më të drejtë ishin pak të kujdesshëm ndaj keçapit të hershëm të domates. Hyri Henry Haynes, i cili kishte një ide më të mirë se si keçapi mund të bëhej i sigurt. Zbulimi i tij i madh ishte përfshirja e domateve më të pjekura, sasitë më të shumta të pekinës natyrale, të cilave ndihmuan në ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë. Duket e qartë tani por ajo regjistruan në një zbulim të vërtetë të keçapit në vitin 1876, krahas atyre domateve versioni fillestar i uthullës së distiluar të Haynes, me shumë ndim për ruajtjen e sheqerit kaf për pak ëmbëlsi, krip dhe një shumëllojshmëri erëzash. Ato shishe qelçi klasike nuk ishin gjithashtu vetëm një zgjidhje estetike, në një kohë kur konsumatorët ishin skeptik për cilësinë e keçapit ose më saktë për sigurinë, vendimi i Haynesit për të përdorur shishin e qelçit ishte një shenjë se ai nuk kishte asgjë për të fshehur. Pjesa tjetër, siç thon ata, është histori. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e martë. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira, rreshje, shiu dhe dëbore që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1-7 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen tallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri në 9 gradë Celsius. Kukës -2 deri në 2 gradë. Peshkopi 4 deri në 6 gradë. Tiranë 9 deri në 14 gradë. Durrës 11 deri në 15 gradë. Kavaj 12 deri në 15 gradë. Elbasan 9 deri në 14 gradë. Berat 8 deri në 13 gradë. Korç 1 deri në 5 gradë. Vlorë 11 deri në 15 gradë. Gjirokastër 6 deri në 10 gradë. Sarand 8 deri në 12 gradë Celsius. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e martë.
Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dje dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius. Era do të shkruajë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 0 deri në 4 gradë Celsius, Podujev -2 deri në 3 gradë, Skënderaj -3 deri në 2 gradë, Pej -3 deri në 2 gradë, Prishtinë -2 deri në 2 gradë, Gjakov -1 deri në 2 gradë, Malishev -1 deri në 3 gradë, Gjilan -3 deri në 2 gradë, Ferizaj -1 deri në 2 gradë, Kaçanik -1 deri në 0 gradë, Prizren 1 deri në 3 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur në emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ftë të ndiqni programacionin në vijim të drita televizionit dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si edhe në websajtin ton drita.tv.